për periudhën kur kam ardhur unë, nuk kam mujt me i nënshkru lojtar që unë du edhe lojtar që unë i njoh, sepse ka qenë vetë 2 ditë koha, edhe sa ma shumë që prisja, koha shkonte, edhe dikur fillova të hinë atë presionin negativ, sepse dita fundit në ora 12 natës përfundoi ke fati kalimtar, dhe vendosa me i morë ta 3 lojtarët, 2 prej tyre kam qenë i detyruar mi mbaj sepse kam pas kontrata deri në fund. Dhe kur është kompletuar ekipi, e kemi pas Zardan Berishën të lënduar, s'ka luajtur 3 muaj ditë. Pastaj trajneri kroat nuk i shkonte. Ardor ta gjejmë trajnerin e ri. Trajneri i ri e keni pa gjithë, domethënë është një trajner shumë i madh, shumë cilësor, edhe një emër shumë i eminent i basketbollit, më thonë edhe botror. Ka luajtur për FS Pilsenin, për Sienën, për Barcelonën, për Bilbaon, me Greqinë ka fituar kampionatin evropian, kapitani i Greqisë, me lojtarë si Spanullis, Diamantidis. Pastaj me Sienën në Itali ka fituar titull kampioni, me AEK-in në Greqi ka mujt Panathinaikosin. Si trajner edhe në Krajov, edhe në Keravnos, shumë i suksesshëm. Me Keravnos i ka 7 kupa të fituara. Edhe me Prishtinën ka qenë i suksesshëm. Fillimi i sezonit 6-0 i NBL, 5-1 në Superligën e Kosovës, por pastaj problemet të Prishtina kanë reflektuar shumë sa nuk ka mujt kur gjallë e bëmë. Po për shkak të backgroundit të cilin e gëzon, neve na ka rritë shumë si ekip, por mos të harrojmë se ka qenë këtu vetëm 28 ditë. Unë jam shumë mirë njës që Mihajlis Kakiusis ka pranu me ardhë në qëtë situatë në pejë dhe na ka bu krejtëve me besu që mundem me arrit edhe deri në finalen e këtij kampionati.